Transformimi i sistemit të pastrimit në Lezhë po shoqërohet me investime të reja që synojnë reduktimin e ndotjes dhe rritjen e riciklimit. Pas ndërhyrjeve të ndërmarra në grumbullimin e mbetjeve urbane, Bashkia e Lezhës ka nisur ndërtimin e një qendre të posaçme riciklimi, projekt që po realizohet me mbështetjen e organizatës gjermane GIZ. Bashkia e konsideron këtë investim si një element kyç të reformës së re në sektorin e pastrimit, e cila ka sjellë një mënyrë tjetër organizimi për depozitimin dhe grumbullimin e mbetjeve nga qytetarët dhe bizneset. Kryebashkiaku Pierin Dreu deklaroi se qendra e riciklimit do të ndikojë në uljen e volumit të mbetjeve që transportohen drejt landfillit, duke krijuar një sistem më efikas dhe më pak të kushtueshëm për komunitetin. Kuptimi i implementimit është një sipërmarrje e guximshme, sepse nëse bota ka kohë që e bën, ne na duhet ta fusim si koncept. Dhe për ta bërë këtë mundur, ndërkohë që ne jemi në harmoni me GIZ dhe besoj shumë shpejt ne do kemi projektin në dorë dhe fillojmë qendrën multifunksionale aty, ne jemi paraprirë kësaj historie me për të ndërtuar gjithë bazën ligjore, gjithë skemen, mënyrën e vepruarit, ku kemi futur praktikën e nxjerrjes morar me qese. Nga në momentin që ne fillojmë edhe qendrën multifunksionale të riciklimit të mbetjeve, ne llogarisim që të bijmë 25% po më shumë të sasisë që ne çojmë në landfill. Duke qenë se çojmë më pak, detyrimisht ne fitojmë një sasi mjetësh monetare të cilat ne nuk i çojmë aty. Dhe do i përdorim plus shitjes që do i bëjmë materialeve të riciklueshme që normalisht do gjenerojmë lek. Aty do mbajmë një staf, do pasurojmë her pas here me mjete të ndryshme, do bëhet një qendër akoma edhe më avancuar se do hyjmë në fazë tjetër. Modelit jemi referuar modelit të një qendre në Bonn, bashkë me GIZ, pra kemi marrë si model në Gjermani. Dhe gradualisht ne dhe stimulojmë pastaj biznesin dhe familjarët që të nxjerrin në një orë caktuara gjithë mbetjet e riciklueshme. Do të nxjerr? Po. Ne shkojmë ja marrim biznes dhe nëse një biznes dhe një familje vetë deklarohet her pas here se e bën këtë, ne do të disponohemi me një me uljen e tarifës së pastrimit që paguajnë që ata paguajnë, që nuk është pak disa biznese. Përfaqësuesit e GIZ vlerësuan Lezhën si bashkinë e parë në vend që po zbaton në praktik një model të tillë menaxhimi. Sipas tyre, standardet që po aplikohen aktualisht në qytet janë në përputhje me politikat europiane për ekonominë qarkulluese dhe mbrojtjen e mjedisit. Të ndryshosh sistemin e menaxhimit mbetjeve në këtë lloj niveli është e jashtëzakonshme. Ndoshta është ndryshimi më pranë ligjit në fuqi në Shqipëri se çdo qytet tjetër i Shqipërisë, e cila në vitin 2027 do jetë detyrim ligjor. Pra, të ndash mbetjet si një evropian do jetë bashkë me ato që gjojmë çdo ditë me anëtarësinë në Bashkinë Evropiane. Që prej muajit qershor, administrimi i shërbimit të pastrimit është marrë drejt për drejt nga Bashkia e Lezhës. Ndryshimet e para kanë përfshirë organizimin me orare të përcaktuara për nxjerrjen e mbetjeve dhe heqjen graduale të koshave në disa zona, një model që sipas bashkisë është prisur pozitivisht nga pjesa më e madhe e qytetarëve, ndërsa me ngritjen e qendrës së riciklimit, Lezhë synon të ulë sasinë e mbetjeve që depozitohen në landfill, duke orientuar drejt një sistemi më modern edhe më të qëndrueshëm të menaxhimit të tyre, në përputhje me praktikat që zbatohen në vendet e Bashkimit Evropian.